Okej. Kreshnik, në këtë moment, në qoftë se socialistët refuzojnë qartas, refuzojnë që t'i heqin imunitetin zonjës Ballukut, çfarë ndodh? Dhe dua të ndalem në një moment, sepse është përmendur disa herë që provat që janë aty ose vepra penale për cilën akuzohet zonja Balluku është një vepër e lehtë. Nëse nesër prokuroria ka një tjetër akuzë. Nuk e çmon kuvendi, nuk e çmon as grupi parlamentar as Këshilli i Mandateve. E çmon vetëm gjykata, është diskrecion, atribut vetëm i gjykatës. Ekzistencën e provës që do të thot prokurori të vi me një dokument, jo vetëm me kërkes, po t'ja atashoj këtë dokument dhe për aq sa është e mundur për deputetët të jetë, sepse mund të ketë konfidencialitet ose sekretat të cilët deputetët nuk duhet ta shohin, t'jetë bashkalidhur prova si dokument dhe jo deputetët të çmojnë provën. Kam dëgjuar absurde juridike që edhe një student i vitit parë nuk do t'i besonte. Arrest pa gjyq, jo. Në qoftë se do arrestohet, do shkoj në gjyq dhe do të vlerësohet. Dhe mbas një gjykate që është gjykata shkallës parë, në një gjykatë tjetër që është gjykata apelit dhe më tej akoma në një gjykatë që është gjykata e lartë. Nuk ka arreste pa gjyq, se edhe vetë fjalori është i çuditshëm, por është edhe kontradiktor. Ndërmjet gjithëve subjekteve që janë përmendur, ish ministri, kryeministri e të gjithë me radhë, që kanë folur për punën e kërkesës për arrest. Jo domosdoshmërisht kërkesa për arrest nuk do të thot arrest, do të thot që kjo kërkesë do shkojë dhe do të vlerësohet në gjykatë. Jo domosdoshmërisht gjykata do ta pranojë. Këto fakte dhe këto prova nuk i çmon grupi parlamentar i Partisë Socialiste, sepse dëgjova dhe një ish deputet të Partisë Socialiste që tha që jam shumë i sigurt që nuk e njeh as vesin e provës as vesin e aktit dhe ngatronte pavlefshmërinë e provave me pavlefshmërinë e akteve, ndërkohë që ka papërdorshmëri provash dhe pavlefshmëri aktesh, nuk e bënte këtë diferencën. Janë detaje juridike shumë të rëndësishme këto për të kuptuar dhe ishte jurist në profesion. Kjo është akoma më përqeshë se po më qeshë dhe mentori. Besoj se e kuptoj për kë po flasim. Pra, ekzistencën e dokumentit dhe të aktit, po. E ke apo nuk e ke? Po jo çfarë vlerë ka. Jo a është e vesuar me pavlefshmëri, palishmëri ose papërdorshmëri, nuk e bën ti. Pastaj është një pyetje shumë e thjeshtë. Nëse ti këto pretendime i ke, dhe nëse drejtësia është e pavarur, ja çon gjykatës. Dhe gjykata nuk e miraton arrestin. Dakor. Kishit një koment? Jo, thjesht doja të thoja që për interes të publikut është shumë rëndësishme të theksojmë që sot deputetja Balluku akuzohet mbas në 258 kodit penal për shkelje të barazisë në tendër apo ankane publike, një vepër me karakter administrativ o penal, pra që hyn ke veprat e lehta, po themi ne, që ka një mas dënimi me burg deri në 3 vjet, por ajo që duhet të theksoj është që ajo të shka ne konstatojmë në gjithë të jurisprudencë që po ndodh tashmë në Shqipëri, po të cënohet rënd parimi i prezumimit pafajësisë. Pra, kërkimi i masave sigurimi në nivele ekstreme edhe për vepra penale të lehta, që mund të gjykohen shumë mirë edhe në gjendje të lira. Vlen të theksojmë që aktualisht që flasim, 58% e të ndaluar, po themi, pra këta që janë në parapurkim? Që janë në parapurkim, por rezultojnë të jenë 58% të gjithë të paraburgosëve pa dal akoma në gjykim, që është një shkallë tejet e lartë, mos themi e dyta në radhë pas Rusisë a Bielorusisë, duke qenë shumë lartë standardeve të Bashkimit Evropian apo dhe vendeve tjera të vetëm një koment shumë të shkurtër për prezumimin e pafajësisë në se do ndalemi më gjatë me prezumimin e pafajësisë është një nocion juridik kushtetues sipas cilit i pandeuri ose subjekti nuk detyrohet dot nga organet shtetërore për të provuar pafajësinë, por duhet organi shtetëror, organi akuzës të provojë fajësinë. Nocioni tjetër juridik është konsiderimi ose quajtja e pafajshëm deri në vendim të formës prerë. Janë dy gjëra komplet të ndryshme nga njëra tjetra. Por nuk po e detyron njëri zvendës ose i zvendës kryeministren të provojë pafajësinë.
Pra nuk kemi shkelje të prezumimit pafajësisë. Po mirë. Ajo ligjërisht nga momenti që i është komunikuar akuza deri kur të ketë një vendim penal të formës prerë, quhet, konsiderohet juridikisht e pafajshme. Se duhet të ndalem edhe më vonë tek prezumimi i pafajësisë edhe për ta zgjeruar pak. Klevi. Jo, për zotin Komici, duke qenë se më duket absurde që të relativizosh një vepër, sado E lehtë jetë, po. të jetë në duke, duke marrë parasysh që të gjithë konsiderohen pafajshëm deri në vendim të formës prerë. Tani, zoti Komici vjen nga sistemi i ri gjyqësor si vlerësues në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Juve, një prokuror ose gjyqtar i cili mund të ishte nën akuzë për këtë vepër penale, do ta kalonit ose e keni kaluar në vlerësimin e 10 subjekteve që keni patur? Tani, kjo është një pyetje që kalon përtej problematikës për cilën ne jemi mbledhur sot. Po dhe përgjigja konkrete dhe ishte kjo është në varësi të rrethanave. Fakti që je ka akuzuar apo dhe një proces penal ka të peshën e vetë në lidhje me vendimarrjen që kemi pas ne në kuadër të një komisioneri në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, pra është në një vlerësim të STR-s, pra në kuadër qoftë në kuadër të vlerësimit profesional, ashtu edhe në kuadër të vlerësimit të backgroundit apo të figurës apo integritetit. Keni ndryshuar ju zoti Komici nga një ish vetues në një ligjvënës të Partisë Socialiste, sepse prokurorëve dhe gjyqtarëve i duhej të vërtetonin që ishin të pastër, pra ata prezumoheshin të fajshëm dhe duhet të vërtetonin që ishin të pafajshëm. Ndërsa në rastin e politikës, ne tani po ulërasim dhe themi aman të lutem të ruajmë të mos të prezumojmë të fajshëm. Jo, realisht ndryshoni, ka ndryshuar diçka të kjo, mendoni që është bërë diçka gabim atëherë apo jo? Tani në qofë se... Se ka përfunduar në datë 5 ajo? Në qofë se do diskutojmë për procesin e vetimut, hajde të bëjmë një emision edhe rrim flasim 24 orë. Jo, po them ju si politikan sot në raport me backgroundin që ju keni. Ju si politikan sot, me pyetjen që bëra, keni ndryshuar ju sot në raport me dikur? Sepse sistemi drejtësi sot ka... Në çfarë lloj konteksti ka ndryshuar? Në raport me prezumimin e pafajësisë. Atëherë, unë kam qenë komisioner i vetimut dhe kam ushtruar veprimtarinë time ligjore në bazë ligjit 84/2016 për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Dhe për sa kohë kam ushtruar detyrë, i kam qëndruar strikt ligjit dhe zbatimit të tij. Tani jam në një spektër, në një rrafsh komplet tjetër, në spektrin e një politikani që hajde edhe diskutojmë. Pra, ka pas të tjera standarde edhe mënyra vlerësimi dhe hetimi, vlerësimi dhe vendimarrjen procesin e vlerësimit, edhe është tjetër gjë. Pra tjetër, ligji është i ndryshëm për një gjyqtar dhe një prokuror dhe për një politikan. Jo, nuk po them, sepse unë nuk kam marrë ndonjë mas për kufizim.